Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk duhet të brengosen asnjëherë se do të mbesin pa minuta në telefon për të bërë telefonata. Besoni apo jo të nderuar shikues, Kuvendi i Kosovës ende u paguan mbushjet deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të folur në telefon. Dhe këtë natyrisht e bën tek kompania shtetërore publike Vala. Tani si individ, më së shumti ka shpenzuar Enver Hoxha i Partisë Demokratike të Kosovës, që është edhe nën kryetar i Kuvendit, por në dokumentet që kemi marrë nga Kuvendi i Kosovës ka një faturë të përbashkët për të dhe për zotin Kujtim Shala, që ka qenë nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Totali përbashkët i tyre është 1984 euro shpenzime në telefon. Pjesa më e madhe e tyre është nga zoti Hoxha i mbi 1000 euro, 1164 euro. Vëmendje këtu, nën kryetarët kanë të drejtë deri në 100 euro limit dhe nëse e kalojnë, si zoti Hoxha e ka bërë sipaku 5 herë brenda vitit 2024, diferencën e paguajnë vetë në fund të muajit kur deputetët u dalin rrogat, ajo diferenca për shembull është disa herë zoti Hoxha 153 mbi 160 euro, së mos në dhjetor dhe janar duket këtë folur shumë, atëherë kjo pjesa e 60 eurove i ndalet nga rroga. Por flasim për deputetët veç dhe kampione është bashkë me disa të tjerë, por Mimoza Kusari Lila e lëvizjes vetëvendosje dhe limiti i shpenzimeve për deputet duket të jetë 720 euro brenda vitit, pra 40 euro në muaj. Zonja Mimoza Kusari Lila e vetëvendosjes, Arben Gashi i LDK-s, Besnik Tahiri i AK-s dhe Enis Kervan i KDTP-s kanë shpenzuar secili nga 720 euro gjatë vitit 2024 për shërbime telefonike. Në valën tjetër të deputetëve që janë shërbyer me Vala, ata në kuotën shumica e 480 eurove si Armend Muja, edhe Valon Ramadani që është milioner sipas deklarimit të pasurisë i vetëvendosjes, ka marrë nga Kuvendi i Kosovës 480 euro gjatë vitit të kaluar për të folur në telefon. Fitore Pacolli Dalipi, gjithashtu e vetëvendosjes, bashkë me Ganimete Musliun dhe Ferhat Shalën të PDK-s që kanë shpenzuar nga 480 euro, Hikmete Bajrami dhe Rezata Krasniqi të LDK-s 480, Bek Berisha i AK-s dhe Duda Balje e SDU-s, pra gjithta nga 480 euro. Në këtë listë, por me pak shpenzime nga Kuvendi i Kosovës, është edhe Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, ka përfituar 360 euro mbushje nga Kuvendi vitin e kaluar, kurse si rrallë herë në listën e shpenzimeve këtu në fakt figurojnë edhe deputet serb të nderuar shikues. Dy prej tyre të listës serbe, Ksenija Božović dhe Milan Joksimović, kanë marrë nga Kuvendi i Kosovës 330 euro secili për mbushje për telefoninë mobile Vala, kompaninë shtetërore, teksa e kundërshtojnë shtrirjen e postës dhe telekomit të Kosovës në veriun e banuar me serb. Këta deputet serb në një tjetër, këta dy, dhe një tjetër i një iniciative qytetare që ishte quar në Kuvend nga lista serbe, kanë marrë nga 330 euro gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, rekordin me më së paku shpenzime për çudi e mban Tlauk Konjufca, kryetari i kaluar i Kuvendit të Kosovës i legjislaturës së 8, ka shpenzuar vetëm 240 euro në vitin 2024, ose i bjen 20 euro në muaj, edhe kjo natyrisht limitin do ta kishte shumë më të madh se kaq, por nuk i ka shfrytzuar ato. Gjithashtu në listë nuk shihet askund dhe nuk figuron emri Lumera Abdixhikut, duket se ka refuzuar të marrë mbushje nga Kuvendi i Kosovës, mund të ketë numrin nga një kompani tjetër, por gjithsesi nuk e ka shfrytzuar. Këtë është gjithashtu interesant që edhe Saranda Bogujevci e vetëvendosjes, që është në listë të udhëtimeve, sidomos bashkë me shkon shumë shpesh pra në Francë bashkë me zotin Tahiri, me zotin Gashi dhe të tjerët, nuk e ka të njëjtë shpenzimin, pra ka shpenzuar shumë më pak se sa Besnik Tahiri dhe Arben Gashi. Saranda Bogujevci ka sa ta gjejmë, se duket sikur jemi live, por nuk jemi live. Saranda Bogujevci është në listë me shumë më pak shpenzime se sa kolegat e saj, 360, pra prej 480, 360 euro i ka shpenzuar dhe pse ka shkuar shpesh në Francë. Saranda Bogujevci.